Vitin e kaluar, kompania EVN bëri rikonstruimin e rrjetit distributiv të energjisë elektrike në zonën industriale të Gustivarit. Këtë vit, Komuna e Gustivarit në bashkëpunim me Byroun për Zhvillim Rajonal do të bëj asfaltimin e rrugës industriale prej te pagesa rrugore deri te bikalimi në fshatin Vrapçisht. Me këto investime po përmirësohen kushtet infrastrukturore në këtë zonë. Brenda vitit 2015 pritet të bëhet asfaltimi i rrugës industriale prej te pagesa rrugore deri te ura e fshatit Vrapçisht. Me vendimin e aprovuar nga Këshilli Komunal për bashkëfinancim me Byroun për Zhvillim Rajonal, do të realizohet ky projekt si pjesë e programit për zhvillim të barabartë regional për vitin 2015. Vlera e përgjithshme e projektit për asfaltimin e rrugës industriale prej te pagesa rrugore deri te ura e fshatit Vrapçisht është 5.200.000 denar, e financuar nga Byroja për Zhvillim Rajonal, ndërsa Komuna e Gustivarit do të ndanë mjete në lartësi prej 3 milion denar. Ndërkohë në këtë zonë është bërë edhe rikonstruimi i rrjetit distributiv të energjisë elektrike. Igor Gjevski, antar i Bordi drejtues të kompanisë EVN Maqedoni, gjatë vizitës dhe takimit të realizuar me kryetarin e komunës së Gostivarit Nevzat Bejta në janar të këtij viti, tha se EVN ka bërë rikonstruimin e rrjetit distributiv në rajonin industrial të Gostivarit, me çka përmbushet nevoja e industrisë në këtë rajon.